Mimroma mirë se në këni orë, mimroma. Po ju flasë që të si jeni, a e mirë, përshëndetje si je, përshëndetje si je, a e mirë, mimroma si jeni, mimroma si je, zëtita si je, mirë për në si mirë, zëtita si je, në mirë. Mirë se në këni orë. Mimroma gjithve se në u bashkan gjithën e disa tjerë për tashmë. Falenderojmë Sadik Macedoncin, kolegun tonë i cili e bonit mundur këtë organizim. E falenderojmë po ashtu edhe profesorin Dr. Agim Krasniqi, kandidatin tonë i cili në vargun e shumë aktiviteteve tjera zgjodhi që sonte me qenë këtu me ne dhe me juve së bashku. Për një fjallë rasti, ja do fjallën dhe tëtë Zotri Macedoncit që ta përshëndes këtë takim dhe këtë disa fjallë. Falenderoj. Mirë mama, përshëndetje të gjithëve, faleminderit që ju keni përgjigjë ftesës time. Unë spore falenderoj profesor doktor Agim Krasnicin që më ka bërë ftesë se të jem pjesë e listës Prishtina në dorën tënde. Edhe të jap edhe unë kontributin tim në angazhimin për një Prishtinë e cila do të jetë e qytetarëve e jo e partive politike. Ne jem dëshmitar që deri tash Prishtina ma shumë ka qenë peng i partive politike se sa angazhim edhe për kushtimin tyne për rregullimin dhe mirëmbajtjen e jetës së qytetarëve, për angazhimin dhe për dëshmërinë e qytetarëve të Prishtinës. Për këtë arsye, së bashku me kandidatin për kryetar të komunës Prishtinës, Zotri Agim Krasniqin, kemi përpilluar një plan i cili është kryekput vetëm për funksionalizimin e qytetit Prishtinës, pari si kryeqendër Kosovës, si kryeqyteti Kosovës, pastaj edhe si vendbanimi i qytetarëve të saj. Në këtë kontekst, ne kemi punuar së pari për evitimin e të llovive ngarkesës komunikacionit, posaçërisht në hyrje të Prishtinës, të nisin nga Vëtërniku, nga Fushë Kosova, nga Xhamia Llapit. Pastaj në kuadër të asaj iniciativa qytetare Prishtina në dorën tënde dëshiron që Prishtinën ta bëj një cak, një destinacion turistik të qëndrueshëm, me një turizëm të qëndrueshëm dhe jo vetëm me turizëm sezonal. Në këtë kuptim, ne kemi përgatitur edhe planin konkret për t'i theksuar dhe për t'i evidentuar të gjitha bukuritë natyrore, të gjitha vlerat që kemi kulturo-historike në komunën tonë. Andaj ju ftoj edhe që së bashku të na bashkangjiteni në këtë iniciativë, me votën tuaj të kontriboni që Prishtina mos të jetë më në dorën e partive politike, por në dorën e qytetarëve. Prishtina është e jona dhe duhet të jetë në dorë tona. Ja kaloj fjalën. Faleminderit shumë Sadik. Atëherë ja dhajmë fjalën Dr. Agim Krasniqit për të shpalosur para juve planin e tij për Prishtinën. Faleminderit shumë. Faleminderit Donika. Fillimisht dua edhe një herë t'ju përshëndes dhe t'ju shpreh mirënjohjen time për prezencën e juaj sonte këtu në takimin cilën e ka organizuar dhe ftuar nga kolegu ynë Sadiku. Sa i përket aktiviteteve tona, fillimisht dua pak t'ju shpreh përvojën time institucionale që ju ta keni parasysh që kush është iniciativa qytetare, pse e kemi marrë këtë hap apo këtë veprim për të kyçur në një gore cila realisht është e pabarabartë, mirë po ne do të bëjmë përpjekje që gradualisht të futemi në themi ashtu në përmbajtjen e proceseve demokratike që zhvillohen në Kosovë, duke synuar që të rritemi
por për të rritur ne kemi hartuar një program. Edhe njerë po ju them, pra unë jam Agim Krasniqi, jam i kualifikuar, kam gradën doktor shkence në administratë publike, kam studiuar jashtë shtetit dhe i kam 20 vjetë përvoj punën në institucione publike. 10 vite kam punuar në Ministrinë e Brendshme, në Departamentin e Zhvillimit Policisë, kam qenë instruktor, ndërsa nga viti 2015 dhe deri tash që jam aktiv, punoj në Ministrinë e Arsimit, Departamentin e Arsimit Profesional, respektivisht që bëjmë organizimin, menaxhimin, planifikimin, çdo gjë që ndërlidhet me shkollat profesionale. Kështu që përvoja ime institucionale, por edhe nga bota akademike, kam të shkruar 6 libra, mirët, një nga librat është edhe qeverisja lokale. Pikërisht e kam ligjëruar qeverisjen lokale si lënd në fakultet, dhe studenta mi ja u kom përgatitur një libër për qeverisjen lokale në vitin 2020, do të tash e 5 vite, dhe nuk po e them që për mu lavdru, po e them që ju bindeni që pse ju kom qas këtij rrugtimi. E një jashtëzakonisht mirë organizimin e shtetit, që nga një zyrtar komunal deri te zyra e presidentit, po njëkohësisht e një shumë mirë edhe organizimin e pushtetit lokal. Se cilat janë sfidat që ballafaqohen qytetarët në pushtetin lokal, cilat janë ato mundësi që ata nuk i shfrytëzojnë si rezultat i neglizhencës vetë administratës shtetërore në nivel, po them në nivel lokal, por pa e përjashtuar vetëm nivelin lokal, dhe çka ne do të mund bëjmë për juve, që ju vërtet ta merrni atë meritën që ua garanton shteti. Në këtë rast po flasim për pushtetin lokal. Shpeshherë anashkaloheni në realizimin të drejtave tuaja që ju garanton ligji, dhe se nuk ka një adresë e cila vërtet juve ju del ju përgjigjet në ato kërkesat juaja, neglizhoheni, pastaj ju e humbni durimin, nuk insistoni në drejtën e juaj dhe shkojnë ditë mas ditë dhe ajo do më thonë harrohen ato kërkesat juaja, dhe pikërisht ne e kemi themelu këtë iniciativë qytetare që quhet Prishtina në dorën tënde. Kur flas Prishtina në dorën tënde, e kam fjalën te votat cilën ju e hodhni në kuti ditën e votimit. Do më thonë, qyteti Prishtinës varet nga vota e juaj. Dhe si moto, ja kum bashkangjit edhe një aksiom, për e quaj ashtu praktike, jo në dorën e partive politike. E ceku kolegu, Sadiku, këtë rast po i prezentoj edhe 3 kandidatët për ansamblejnë, që në këtë rast është zoti Adnan, zonja Donika dhe zoti Përparim, që janë pjesë e ekipit tonë. Janë 22 kandidat në listën tonë, por për arsye familjare janë në përpuna akoma në sektorin privat, se po tuja gjithë punojnë, janë në sektorin privat kryesisht, nuk kanë mundur të na bashkangjiten gjithë, kështu që ne i kemi mirë kuptu, dhe kemi thonë që Prishtina në dorën tuaj, jo në dorën e partive politike. Pse partive politike? Përvoja ime 20 vjeçare, gjatë qeverisës tyre subjekteve politike, kam krijuar bindjen, përveç që kam një përshtypje kështu të thellë, por edhe e kam bind veten që gjitha subjektet politike pushtetin e mësyn vetëm për t'i përmbushur interesat e veta personale, por edhe të klientelizmit partijak, strukturave partijake duke përfshi edhe sektor të tjerë që ndërlidhen me subjektet politike. Do të zbehet, siç është edhe duke u zbehet tani në këtë kohë që jemi sot, si rezultati pikërisht i egoizmit apo interesave të partive politike, ne sot nuk i kemi institucionet kushtetuese që është parlamenti edhe qeveria, edhe jemi bo gazet dynjas
sepse nuk po mund gjejnë subjektet politike një gjuhë përbashkët, me qu shtetin përpara, me qu shoqërinë përpara, tash vjen koha për planifikim të buxhetit, nuk i parlament, s'ka ku aprovohet buxheti për vitin e ardhshëm. Domthon një shembull klasik që ku na çojnë subjektet politike. Dhe pikërisht përvoja ime edhe arritjet e mia profesionale, qoftë në botën akademike, qoftë në botën institucionale, më kanë shtyr që ta ndërtojmë një subjekt që është apartijak. Apartijak kuptimin që ne nuk e kemi një kryetar partije apo një strukturë partije që na dirigjon, edhe na bën me gisht ka duhet me qu parat publike, por ne jemi vetë qytetarë që po shpresojmë që me mbështetjen e juaj do të kemi mundësi që përfaqësojmë këtë asamble. Ju, si familjarët e ju, si dashamirët e ju, si miqtë e ju, të inkuaroni, të votoni iniciativën qytetare Prishtina në dorën tonë me numër 165 dhe mua si kandidat me numër 4. Ne do të angazhohemi që me të vërtet Prishtina të jetë breng e prishtinasve, e jo e qendrave politike të vendosjes, e kryesive të ndryshme, komisioneve të ndryshme partijake, ose të interesave klientiste të cilat përfaqësohen nëpërmes partitë politike. Ju faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen. Suksese gjithë mira.